kemi bo aktualisht një listë të njerëzve që kanë bo sponsorizime në Facebook të disa prej postimeve cilat kanë qenë të rreme. Ajo që dihet është që një pjesë e financimit vjen prej shërbimeve të huaja. Visar, a mrit me zbulu në këtë monitorim që e keni bo, a mrit me zbulu kush o financuesi i qëtëne dezinformatave? Ajo që kemi arrit me po është që Facebooku Meta ta jep mundësinë që postët që janë të sponsorizuara për kohë politike me ditë personin i cili e ka bo sponsor ata, pra është numri i telefonit. Kjo nuk do me thonë që na kena me arrit me i kontaktu persona, sepse shpesher vendosen numra që janë fiktiv, mirë po e kemi bo aktualisht një listë njerëzve që kanë bo sponsorizime në Facebook të disa prej postimeve cilat kanë qenë të rreme për disa prej kandidatët që kanë qenë në garë për kryetarët komuneve. Përveç kësajna, ajo që dihet është që një pjesë e financimit vjen prej shërbimeve të huaja, në këtë rast prej Serbisë, që kryesisht financon media që janë në gjuhën serbe për prodhimin e informacioneve që janë të rreme, por po ashtu kemi parë edhe tash disa prej arrësimeve se cilat po gjykata duhet me dhanë verdiktin e tyre. Një çështje tjetër që duhet me diskutu është financimi i rrjetit propagandistik Rus Pravda. Kjo është një rrjet që është në 80 gjuhë botës dhe gjeneron lajme në gjuhën shqipe edhe në gjuhën shqipe dhe kemi parë që janë publikuar qindra artikuj sa i përket zgjedhjeve në Kosovë. Shumë njerëz Visari një të folë si teori që dezinformatat financohen prej shteteve të huaja. Por shumë pak njerëz mrin me dokumentu. Qysh e ki dokumentu, faktu të origjinën e qëtëne të hollave. Më thonë, ti shkruan në fund raporte cilat po bohen për Komision Evropian, shumë faqe po bohen për ambasadën angleze, duhesh me i faktu. A ke mri me faktu që atë? Në rastin e Pravdës nuk është vështirë për shkak se dihet që është rrjet propagandistik i financuar prej Kremlinit dhe janë bëhu hulumti me studime në për shtete tjera, se kjo kitë vonë ka fillu me publikuar në gjuhën shqipe. Synimi tyre fillimisht ka qenë edhe në gjuhë të tjera. Sa i përket këto mediave të tjera, na i shohëm e kemi bërë në të kalumen, do me thonë Media Ownership, që ka qenë një projekt për mi pa kush janë pronarët e medjave, kush janë njerëz e lidhur të medjave, dhe na e kemi bërë rrjetin edhe për media që në gjuhën serbe, dhe ato kemi pa që disa prej medjave që funksionojnë në Kosovë janë direkt të financuar prej qeverisë së Beogradit. Mirë po, ajo që ka dihet është që sasia e madhe e parëve që ka hyrë në rrjetet sociale, jo direkt prej partive, po prej faqeve që kanë sponsorizuar në emër të partive. Dhe këto, na nuk mujna mja që të gishtin me thonë janë pare të këti shteti ose të ati shteti, po definitivisht nuk janë pare të pastërta. Për shumica kemi të bëjmë me pare të pista të financuar, do me thonë të fituara prej mënyrë kriminale, qoftë tender, qoftë edhe drogë ose diçka tjetër, për shkak se sasia e parave që ka hyrë në rrjetet sociale, sidomos për i faqeve që nashtë as nuk e kanë qendrën në Kosovë, për mi ataku liderët e caktun, është kogja e madhe. Kur po them liderët e caktun, mos të merë dikush që ka qenë atakun vetëm lideri njërës parti politike, po kanë qenë të atakun pothuajse pjesa domon gjitha partit politike, liderët na për komunat të ndryshme. Domon prej Prizrenit në Prishtinë, në Drnas dhe në komunat e tjera kanë qenë të atakun prej këtyre informacioneve që kanë qenë të rreme.